Në spitalin e Gostivarit sot është lëshuar në përdorim një sallë operacionesh për kryerjen e intervenimeve në repartin e traumatologjisë dhe ortopedisë. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se për t'i ndihmuar mjekët e spitalit të Gostivarit janë sjellë specialistë nga klinika universitare në Shkup. Investuam që të jetë një sallë operative e cila do të mund të operohen të gjithë të pacientët që kanë probleme të ndryshme që lidhen me specializimet të traumatologjisë. Pra sot këtu bashkë me kolegët e Gostivarit janë dhe kolegët e klinikës universitare të Aridhut nga Shkupi, me qëllim që të bëjnë transferin e dhuntive për të bërë këto operacione, që pastaj mjekët lokal të mund të vazhdojnë dhe të bëjnë operacionet të tilla. Ndërsa drejtori i spitalit tha se kjo është hera e parë në historinë e spitalit të Gostivarit që do të ketë operacione të tilla. Është hera e parë në historinë e spitalit të përgjithshëm të Gostivarit që hapet një sallë operative specializuar për ndërhyrje ortopedike dhe traumatologjike, kur do të krihen të gjithë llojet e operacioneve të këtyre fushave. Operacionet e deritanishme janë bërë në klinikën universitare në Shkup, me çka pacientët është dashur të presin me muaj për një intervenim kirurgjikal në ortopedi.